Soriku tani janë rrit pritshmëritë, ta dish. Është vërtet është rritur goxha pritshmëritë. Jemi bashkim me karakter bujësor dhe fokusin besojmë të përmjet ngjelur deri në zgjedhjet e ardhshme do ta fokusojmë më tepër tek bujësia. Edhe pse dua të theksoj dy projekte të rëndësishme që njëri është me ndihmën e kryeministit, bëhet fjalë për palestrën tashmë të nisur si ide, por shpresojmë ta finalizojmë për vitin 2026 palestrën e peshngritjes, e cila jo nuk do jetë vetëm palezër peshngritje, por do jetë do ketë kinema, do ketë shërbime të tjera brenda. Dhe ky është një projekt goxha i madh për qytetin Cerrik. Dhe një projekt tjetër që kemi në VMC dhe besoj se me problematikat që kemi do të jemi ndoshta bashkia e parë green në shpenzimet e energjisë. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Gizin Gjerman. Ne kemi bërë projektin e parë fix kompostimit mbetjeve që besoj se jeni ndjeni. Po tashmë si ndjeni, po jo ishte gjëja që më bëri shumë kurioz dhe që aty fillova ta ndjeku në të ndisin shifsha se çfarë bënte. Dhe tashmë kemi një projekt që jemi drejt finalizimit për një investim nga Gizi Gjerman rreth 1 milion euro. Parashikojmë që të ndërtojmë panele që më pas këto të heqin shpenzimet e gjithë bashkisë. Pra gjithë ndërçim rrugor, shpenzimin në shkolla për energjinë, shpenzimet bashkisë. Dhe kjo do na mundsojë që rreth 160-170 milion lekë vjetra që ne paguajmë në vit për energji, kursehen për më pas shkollave ne të implementojmë ndoshta në gjitha shkollat me siguri pjesën me chiller, pra mos jetë më as kaldaja, naftë, dru etj. Por të arrijmë tani që këto shpenzimet i kemi në zero dhe këtë investim ta kthejmë për këto shkolla. Dhe kjo pa paguar asnjë taks nga taksa paguesit të Cerrikut, sepse është ndihmë që vjen nga jashtë. Besoj se me këto dy projekte që mendoj që ja vlen të theksohet, e ardhmja e Cerrikut do të jetë ndoshta i afrohet pritshmërive, sado që pritshmëritë më vërtet janë shumë mëdha.